të duk qasja, mund ta kemi një krahasim të tillë si kur dikur? Jo, nuk mundet për shkak se shikon, në kohën kur ka qenë Doci ka pas një profil të ndërtuar politik, jo veç profil shkencor, po ndaj ato gjithmonë se ai nuk ka rëndësi për me qenë politikan i madh, s'është thonë me konë shkollë se Tito ka qenë kësi saldator, po ka qenë politikan i klasit botnor. E ka sill globin kështu me, domethënë duke udhëhequr një vend jo dhe aq të madh, siç ka qenë Jugosllavia. Por profili politik i Docit, edhe i Sejdiut, duke kanë qenë njerëz të cilët kanë qenë më, se të them, figurat dominante të Lidhjes Demokratike për një kohë të gjatë. Me profili politik i Abdigjikut e Hotit? Po këta janë, domethënë, shumë të rinj në parti. Abdigjiku, sa vjet i ka në antarësinë e Lidhjes Demokratike të Kosovës, nuk e di saktësisht se mund të gaboj. Ai ka 5 vjet, 7 vjet, 10 vjet maksimumin.